Si është punosh me Luana Bjellca? Shumë mirë. Unë jam kënaqur shumë, është përvojë shumë e mirë. Jam vërtet shumë e kënaqur që jemi të gjithë bashkë në këtë përvojë. Luana është shumë e përgatitur, shumë e zonja, kam vetëm fjalë të mira për Luanën. Bile jam bërë baja tani se kur më shohin mua njerëzit në bobo, kushte disa lekë paguan Luana këtë vërtet fjalë të mira. Por edhe gjithmonë ma shkruajnë aty, ti vetëm i bën komplementa Luanës, po nuk është të vjen natyrshëm, edhe është edhe një lloj loje që ne e ka marrë televizivi juaj. Unë me Luanën njihem, unë me Vjollcët njihem për shumë vitesh. Unë jam aq mik familje sa domethënë jam i pranishëm edhe në dasma, edhe në ditëlindje, të gose, domethënë familjarisht. Kështu që Luanën e njoh që në fillimet e saj të shumë e re, edhe ajo ka pas një progresion mediatik shumë të mirë, është një femër e cila ka punuar dhe mua shpesh më vjen inat që shpesh ajo dhe nga njerëzit paragjykohet për anën e saj vizuale, por në thelb unë mendoj që Luana e ka bërë për zgjedhje faktin e të shiturit në thonjza ky personazhi, pra ky personazhi Bjond në thonjza. Por Luana është shumë profesioniste, shumë inteligjente, do më kanë qenë javë që ne jemi... Ka qenë shumë e vështirë për atë të menaxhoj situatat që ne jemi të gjithë personazhe shumë të vështirë, edhe vazhdimisht e komplimentoj Luanën.